Pa humbur kohë, vazhdojmë me pregaditjen. Në këtë recetë do të kemi nevojë për patate. Patatet do t'i pastroni mirë nga lëvoret, do t'i lani disa herë me ujë dhe do të vazhdojmë që t'i prejmë. Unë sot po përdor një aparat, tani do t'ju tregoj se si duket, i cili më ndihmon shumë për t'i prejë shpejt dhe sa më holl patatet. Prerjen e patateve do ta bëj direkt në tepsi me ndihmën e këtij aparati. Të njëjtin mund ta gjeni tek Shafer Albania. Pasi kemi prerë patatet më holl, vazhdojmë dhe rendisim një tepsi përpjekje në këtë mënyrë. Patatet i kemi renditur, vazhdojmë tani që ta përgatisim salsën me të cilën do t'i pjekim në furrë. Fillimisht në një tenxhere do të shtojmë një lugë gjille me gjalp dhe do të presim në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Mua në gatimet e mia më pëlqen që ta përdor gjalpin, por ju mund të përdorni margarinën ose vajin. Pasi gjalpi shkrihet tërësisht, vazhdojmë që brenda të shtojmë një lugë gjelle me miell. E fërgojmë në zjarr mesatar për 3-4 minuta, por nuk duhet që ta skuqim shumë, thjesht pak sa të fërgohet mielli. Tani që mielli është skuqur për disa minuta, vazhdojmë që brenda ta shtojmë qumshtin. Në total do të shtojmë 500 ml me qumësht. Vazhdojmë e sjejmë në zjarr mesatar, duke e përzier pa ndërprerje, që të sigurohemi që nuk do të na mbesin trupat tek kremi për 5 deri në 6 minuta. Nuk duhet që ta trashim shumë, duhet na mbetet pak më i holl kremi. Në këtë mënyrë do të trashet pastaj gjatë pjekjes në furrë bashkë me patatet. Në momentin që kremi fillon të trashet, e ndalojmë zjarrin. Si patatet i kemi fare të pakrypura, do të vazhdojmë që t'i shtojmë mirëzat tek qumshti që të futen gjatë zjerjes tek patatet. Fillimisht do të shtoj një lugë të mesme me erëza të përziera. Lugë të mesme kryp, hudër në pluhur, shumë pak rigon dhe piper zi. Përzijemi mirë edhe një herë dhe vazhdojmë tani që krimin ta shtojmë tek patatet. Sigurohemi që të gjitha patatet t'i mbulojmë mirë me krimin që e kemi përgatitur. Para se të vazhdojmë, do t'i fusim përpjekje, si për tepsin, do ta mbulojmë me letër. Letrën e kam lagur me ujë. Në këtë mënyrë do të krijojmë avull gjatë zjerjes, që të na zihen më mirë patatet. Tani e shtrojmë folin e aluminit dhe e sigurojmë mirë tepsin. I vendosim tani në furrë të parangrohur në 250 gradë, diku afërsisht 25 minuta. Pas 25 minutave do t'i largojmë nga furra për t'ju shtuar edhe diçka tjetër sipër. Dhe tani pas dikun 25 minutave në furrë, patatet do t'i kontrollojmë se a janë pjekur. Pasi sigurohemi me një piron që patatet janë zbutur mjaftueshëm dhe janë zier, sipër vazhdojmë që t'ju shtojmë kashkavall të bërnërinde për t'ja shtuar edhe më shumë shijen. E rikthejmë tepsin në furrë, dikun edhe për 10 deri në 15 minuta tjera, derisa kashkavalli sipër të jetë shkrir mirë dhe të formohet një ngjyrë ardë. Dhe patatet janë gati, sapo i kam larguar nga furra, kanë marrë një ngjyrë teje të bukur. Për t'i dekoruar sipër, për t'ju shtuar pamjen edhe shijet, do të shtoj pak qep të njoma të prera imët. Mund t'i lini ashtu si janë, këto thjesht po i shtoj për dekor. Dhe të dashur miq, patatet i kemi gati. Mund ta shtojmë dhe t'i shërbejmë për një drekë të shpejtë dhe plot shije. Mund t'i shoqëroni me filet pule, me peshk të pjekur ose vetëm si patate me një sallatë.
Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.